Vuajtjeve të këtyre, por edhe shumë palestinezëve tjerë në Gaza dhe jo vetëm, mund të vijë fundi së shpejti. Kjo pasi presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën brëma se ka bërë gati një plan që e rregullon këtë problem dhe krejt telashet e linjës së mesme. Për idenë e tij të kornizuar në 20 faqe, e cila le të mundur, a nëse jo të definuar sakt edhe krijimin e shtetit të Palestinës, ai tha të jetë pajtuar edhe Izraeli. Banorët që po vuajnë në rripin e Gazës shpresojnë që këtë marrëveshje ta pranojë edhe Hamas, ndërsa thonë se po sfidohen nga shumë telashe. Situata është vërtet e keqe, është tragjike, sulme të befasishme, dron, tanke, shpërthime me robot, është një situatë tragjike, nuk ka ujë të ëmbël apo të kripur, nuk ka ushqim, je i detyruar të largohesh, është ferr në Gaza. Autoriteti palestinez, një mekanizëm ky që pretendon se duhet të udhëheq me krejt territoret palestineze përmes një deklarate, ka riafirmuar angazhimin e vet për të punuar me Shtetet e Bashkuara, shtetet rajonale dhe partnerët për të dhënë fund luftës përmes një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që siguron dorëzimin e mjaftueshëm të ndihmës humanitare në Gaza dhe lirimin e pengjeve dhe të burgosurve. Autoriteti ka thënë se shteti palestinez duhet të jetë funksional kur të përfundojë lufta dhe të qetësohet rajoni. Por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se kjo nuk është e shkruar në marrëveshjen me Trump. Ministrat e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Katarit, Egjiptit, Jordanisë, Turqisë, Indonezisë dhe Pakistanit përshëndetën së bashku udhëheqjen e Trumpit dhe përpjekjet e tij të sinqerta për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, tha se është i inkurajuar nga përgjigjja pozitive e kryeministrit Netanyahu ndaj propozimit të Trump për Gazën. Kryeministri britanik Keir Starmer u bëri thirrje të gjitha palëve të bashkohen dhe të punojnë me administratën amerikane për ta përfunduar këtë marrëveshje dhe për ta sjellë atë në realitet. Ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të kontribuojë dhe do të mbetet, siç tha, vigjilent ndaj detyrimeve të secilës palë. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez tha se është koha që dhuna të pushojë, e po ashtu është koha edhe për lirimin e menjëhershëm të gjitha pengjeve dhe hapjen e aksesit humanitar për popullsinë civile, duke shtuar se zgjidhja me 2 shtete është e vetmja e mundshme. Homologja e tij italiane, Giorgia Meloni, tha se propozimi mund të përfaqësojë një pikë kthese për situatën në Gaza dhe më gjerë.